Përshëndetje gocani, përshëndetje, këto janë partigianet që unë përgatita për mrem, që i kam bërë me mish të grirë. Edhe ja si që shikoni, si na dolën, këtu kam ngrirë salsën, se salsa na duhet për bazën poshtë, që ne do përgatisim, se ishin domate këshu në copza, edhe na duhesh një salsë që të ishte lisho. Atere, këtu kam 700 gram mish të grirë, po i thyj 2 kokra vezë, i kam shtuar krip, rigon, pak bukë të grirë, është procedura tamam si e qofteve. Kushdo pastaj i shton pipere, ku ta di unë erza të ndryshme, unë i shtova vetëm këto, se nuk ishte nevoja, se thjesht thash, do ta përgatisim si punë i qofteve, po tu i kam përzirë gjitha bashkë. Qepa ishte gati, i kam skuqur edhe këtu ja shtoj salsën, i kam shtuar pastaj dhe pak fare ujë. Edhe kam lënë që të zjej me flak të ullut. Këtu marr partigianet, si që thash që i kisha vënë gjysmë dite të prerë dhe me pak krip që partigian të humbisnin atë ujin e tepër që kanë. Edhe këtu i përgatis që i mbush me mishin e grirë, si që shikoni, edhe pastaja i përthyj dhe në gjysëm, që të vinë këshuja, edhe japim një sistemim. Ja si që shikoni, dalin këshu. Pasi i kemi bërë që gjitha gati, vendosën në digan për t'i skuqur. Dhe ja, rezultati, si do të vi, tani i kthejmë. Unë i bëra provë edhe dollën me gjithmonë fantastike. Kush ka dëshirë t'i bëj, janë shumë të thjeshta, janë shumë të lehta për të përgatitur. Dhe ja ku është rezultati final, që unë po i hap në pjatë, kam në bazën e salsës poshtë. Paka shumë vinë, kanë të njëjtën shijen e parmigjanës, por vetëm se kanë mishin e grirë në mes. Normal se parmigjana nuk ka mish të grirë. Po paka shumë kishin të njëjtën shije. Dhe me këtë salsën, aq shumë mirë që nuk kombinua ajo gustua dhe me djathin e grirë lartë, që me gjithmonë çfarë tani. I provoni nëse keni dëshirë, gjithmonë sipas dëshirës, nuk është asgjë me detyrim. Unë